Presidenti Amerikan Donald Trump ka deklaruar se Rusia dhe Kina kanë kryer në mënyrë të fshehtë teste bërthamore. Andaj, siç ka thënë më tej Donald Trump, edhe SBA-t mund të ndjekin një shembull të tillë. Rusia po teston, Kina po teston, por ata nuk flasin për këtë. Nuk dua të jemi i vetmi vend që nuk teston, ka thënë Trump. Ai përmendi gjithashtu Korenë e Veriut dhe Pakistanin si vende që sipas tij po testojnë arsenalet e tyre bërthamore. Dhe deklaratat e tij kanë ngjallur konfuzion nëse Washingtoni po planifikon testimin e parë bërthamor që nga viti 1992. Kujtojmë se Trump bëri njoftimin për teste bërthamore pak para takimit me presidentin kinez Xi Jinping në Korenë e Jugut. Ai foli pasi Rusia njoftoi së fundmi testimin e një rakete dhe një droni në New York me energji bërthamore. I pyetur nëse SBA do të kryejë një shpërthim bërthamor pas më shumë se 3 dekadash, Trump u përgjigj: "Po them se do të testojmë armë bërthamore siç bëjnë vendet e tjera." Për të mësuar më shumë rreth zhvillimeve të fundit në botë, lexojeni telegrafi.com.